Një video që kemi pa ditën e djeshme ka trondit pra opinionin publik. Ka shkaktu trishtim, zemrim dhe shumë reagime në opinion. Përse nuk duam të ndalemi vetëm në një rast. Duam të kuptojmë pse po e shohim gjithnjë më shumë dhunën mes të miturve. A është ky një rast i izoluar apo një pasqyrje një problemi shumë më të madh? Kush mban përgjegjësi dhe çfarë duhet të ndryshojë që nesër të mos flasim për një viktim tjetër? Për këtë në studio kam Roland Mullovda, gazetar, kënaqësi të pasur në studio gjithmonë. Faleminderit. Majlin Davitia, gazetare, kënaqësi të pasur në studio. Faleminderit, ashtu. Po ashtu Argjend Osmani, një ose arsimit, kënaqësi të pasur në studio. Faleminderit. Në një lidhje direkte do ta kemi avokatin Genxhini, por siç duket pas pak, sapo që më njoftoi nga regjia që do ta kemi lidhje në rregull me të, por që do ta filloj diskutimin me pyetjen pse një fëmijë zgjedh të filmoj dhunën në vend që ta ndaloj. E bëra këtë pyetje fillimisht sepse ndoshta kur flasim për dhunën, flasim edhe për atë që ndoshta e filmon dhe cila është e njëjta gjë, sikur ta filmosh, sikur të ushtrosh vetë dhunë, edhe pse po shohim ka shumë filmime ndoshta dhunë mes të miturve. Çdo gjë që përfshihet brenda asaj videos është pjesë e krimit të përbashkët. Edhe ai që xhiron, edhe ai që godet, edhe ai që shon, edhe ai që fyn. Për fatin e keq, ajo video, tash nuk po ndalemi veç te ajo video se vitet e fundit na ka rënë shumë shpesh me pa edhe raste tjera të njëjta që kemi pa. Edhe kjo unë e shoh që është krejt si rezultat i mosmarrjes masave për institucioneve, për shtetit, për arsye që nëse ti një herë dënon dikon për një rast till, nuk besoj që fëmijët e tjerë kanë me pas guximin me e përsërit. Kjo me një formë është bu një farë fenomeni për me u bu gangsteri shkollës, ose gangsteria shkollës, se janë të e dëgju fëmijët tash gjithë shka po dëgjojnë, nuk i kap mosha për dënime me burg, nuk i kap mosha për këto, për ato. Veç një gjatë dhe me pas parasysh që kjo e ka prish rinin dhe i qëtash. Është obligative nëse jo burgu në shtetit evropiane ka veç qendra rehabilituese, por jo qendra rehabilituese ti me nejt edhe me shiju atë ndjenjën të nejt mrena. Po me provu edhe ata se qka do me thonë është një lloj burgu, ndoshta jo 100% burg, por i ka disa rregullat veta. Jam psikolog që e din që duhet fëmija në momentin që krijon raste të tilla, që krijon dhunë të një fëmijë tjetër, duhet me patjetër që ai fëmijë me u përball me një dënim pa marrë parasysh cili dënim duhet, po duhet më konë një dënim i cili duhet me i rehabilitu këta fëmijë, duhet me i rikthy në jetën normale, edhe duhet me bo të mundshme që ata fëmijë me kuptu që kjo që e ke bu nuk është e mirë, edhe me një mënyrë duhet me marrë një si me thonë një dënim të vogël e cila janë mbush mendjen për të ardhmen. Se është problemi që nëse tash i lejon, nuk jep atë që meritojnë. Në krahasim me dhunën, dhuna nuk ka asnjë dënim që mundet me arsyetu asnjë gjë, por nëse na tash i lejojmë që këta me vepru kështu, se në momentin që mbyllët kjo si rast, ata nesër prapë rikthehen në shkollë edhe e luajnë rolin e gangsterit krenor me atë çka kanë bu. Po, fix, po. Apo kupton edhe problemi është që nuk du me jalon 100% fajin unë as institucioneve në këtë rast, pak ma shumë du me jalon prindve. Prind janë mas shumë të fajtorë se gjithë tjertë. Në momentin kur nuk jenë gjendje me kontrollu fëmin tëndë, se çka po bën, ku po shkon, dush me diskutu me fëmin në momentin që të vjen prej shkollës çka ke bu, me marrë një informacion, me ditë pak a shumë, se ka fëmijë që janë pjesë e jemi në një botë që edhe aktrim ju bo pjesë e jetës, ka fëmijë që në shtëpi është me laqe që i thuin këta te na, por në anën tjetër. Fekse dhe nuk mundesh me kontrollu ndoshta. Po veç duhesh më kon aktiv. Duhesh më kon aktiv në kontakt me mësimdhënës, në kontakt me shkollën, në kontakt me fëmin. Se ti në 2-3 fjalë, nëse je prind që nuk e kupton në 2-3 fjalë se çka po thot fëmia dhe çka po do me thonë,
atëherë besoj që më mirë mos të bëj prind se me u prind. Po ndërlidh nga pak te kjo pjesa e Rolandit që po thotë që duhet të ketë kontakt me shkollën me mësimdhënës. Këtu qëndron është edhe nisma ose pika kryesore e kësaj që nuk ka kontakt mjaftueshëm prindri me mësimdhënësin ose me shkollën. Për arsye se edhe shkolla si shkollë, asnjëherë kemi pasur në çdo shkollë, si në Kosovë, si në Shqipëri, ekziston një psikolog brenda atij institucioni, por që nuk e kryen punën e tij që duhet. Ky është problemi kryesor. Unë mendoj që psikologët në Kosovë, në Shqipëri, në shkolla e marrin thjesht ka një rrogë sa më thonë që paguhen. Kur gjë më shumë. Mundesh më lëm faj që s'po punojnë, të tregoj veç një rast ta lidhim faj. Jo, nuk pja lë rast. Jo, veç po duhet ta lidh një rast. Ka shku prindi e kanë qenë nxënës te psikologu me komuniku me psikologun për një problem që e ka kriju në shkollë. E ka diskutu psikologu me fëmin, kur ka shku fëmija kur u shku në shpej ka thonë babës vetë, më kanë qute psikologu. Baba i vetë ka marrë yrësh me shku me po problem, halo ma shumë shkollë, djali jam nuk është për... O ndoshta kjo ka ndodhur vite më parë, por sot nuk besoj që ndodhen edhe sot. Këtë pikë pajtona plot se shpokon fjala vetëm për... Në medicinë tonë është psikologu është... Kur flasim për psikologin, nuk bëhet fjalë vetëm për ato që e bën domin. Këtë rast edhe viktima ka nevojë për psikolog. Normalisht më shumë të viktima ka nevojë. Të trajtohet. Normal, si kjo për mu studiu, për mu si është një hall keqër e njerëzve që duhet të lumtuar dhe të fajsuar, ndoshta edhe në këtë pikë pikërisht kanë të bëjnë drejtorit, jo fëmijët, se fëmijët janë thjesht ata që duhet që ndjekin hapat e atyre që janë para tyre. Normal, ky rast ka qenë një rast tepër shokues dhe shumë i rëndë, për vetë nuk kom mujt me pas 2 herë deri në fund, edhe kom tentuar me bas se kesh kurioze më veç me ditë. Faktikisht po do ta shohim sepse do ta komentojmë. Gjithçardhjen, por që një video shumë e rëndë, po fajtorët për fajtor është një hall shumë e gjerë që duhet të hulumtuar, duke filluar prej prindërve, pastaj institucionet, të cilat janë dytësore, se fillimisht edukata dhe gjitha që vijnë prej prindit dhe familjes. Natyrisht ai fëmijë nuk mund të më dalë deri në atë pikë ose më basi vepra nëse një prind i rrin non-stop me kontroll ose e edukon e këshillon dhe merret me ta. Po ndoshta pasiviteti i prindërve në ditët e sotme, të cilët i kushtojnë më shumë rëndësi rrjeteve sociale dhe gjërat e tjera, e ka sjell deri në këtë pikë situatën në cilën jemi sot. Po, veç është duke u shfaq kështu, edhe jemi duke po faktikisht diçka që mu më lëm përshtypje është pse kaq ndoshta them gjakftotësi tek të rinjt sot. Kjo është edhe më shqetësuese gjakftotësia që po shihet tek video. Tek të trija, se siç duket janë 3 veta ajo, po janë 4 persona, po, 4 persona. Domethënë asnjëri prej tyre mos me pas spaku një ndjenjë me reagu në një moment të caktuar. Kjo është tepër shqetësuese. Është shumë shqetësuese që sot trit janë shumë gjakftot sa i përket dhunës edhe gjithçka tjetër. Zotëri Osmani? Po, unë mendoj se kjo shpërfaq një gjendje të rënduar psikologjike të këtyre vajzave, të cilat në bazë të informacioneve që u bën publike shquheshin në qytetin e Fierit për sjellje të tilla brutale, për sjellje deviante dhe do thotë kjo nuk ishte faktikisht hera e parë sipas informatave që u publikuan, që i shohim në veprime të ngjashme, por ato ishin në një formë si gangstere të atij rrethit dhe komunitetit apo shkollës ku e frekuentonin. Po që faktikisht po, kjo gjë nuk ka ndodhur në shkollë fare, ka ndodhur në një ambient në shtëpi. Po kishte të bëjë me shoqërinë, do thotë me shoqërinë dhe komunitetin dhe rrethin ku ato frekuentojnë. Po në anën tjetër ajo shpërfaq një mungesë totale të empatisë, të ndjeshmërisë ndaj tjetrit dhe mendoj që edhe rrjetet sociale, edhe interneti, edhe dhuna që vazhdimisht promovohet dhe që të rinjt kanë qasje të, kisha me thonë, të pakufizuar në të dhe që i konsumojnë këto materiale në vazhdimsi, por jo vetëm konsumojnë të thotë edhe materiale tjera që janë të papërshtatshme për moshat e tyre, ju krijon atyre një konfuzion mendor, i qetë si të themi para një pozite që nuk e njohin më vetveten dhe
faktikisht për shkak të mungesës ndihmës profesionale që nuk u jepet atyre në kohën e duhur, situatat e tilla edhe eskalojnë duke parë edhe pamje të tilla të tmerrshme. Mos harrojmë që situatë të ngjashme kemi pasur vetëm sa për rikujtim të opinionit, edhe në Kosovë kur para disa vitesh një vajzë është filmuar duke maltretuar në mënyrë të ngjashme një bashkëmoshatare të saj. Dhe para disa muajve kemi pa një video, një storja faktikisht shumë të ngjashme me këtë që pam tani, që ka qenë në Prizren duket, apo ku ishte ajo video në një banesë të pabanuar ende. Kjo është, si themi, pjesë e një procesi shumë të dëmshëm emocional që gjithë e din spako teorikisht që quhet bulizimi i fëmijëve, keqtrajtimi, dhe me të vërtet kjo shkakton pasoja të rënda edhe psikologjike, edhe të reputacionit dhe ndjeshmërisë viktimës. Unë mendoj që duhet të marrim masa si shoqëri që trekëndshi i famshëm i bashkëpunimit në mes të nxënës, shkollë, prend, pra të jetë funksional, të mos krijohen situata të tilla kur ky trekëndsh shpesh është edhe gati se inekzistent për shkolla, dhe si pasojë e mos bashkëpunimit të tillë të kemi edhe situata të ngjashme kur s'po them që prindrit apo familja janë të fundit që njoftohen, mirë po ata janë të fundit që marrin ndonjë mas duke i neglizhuar, duke u ambuluar fëmijëve të vet, dhe duke mos dashur që t'u aprishin rehatin fëmijëve, edhe pse kushtimisht them ata kanë marrë sinjale. I vuajnë pasojat dhe mendoj që edhe prindrit e këtyre vajzave delikuente, dhe thotë në një formë ose në një formë tjetër pak ka shumë e dinë për çfarë fëmijësh kanë, por që nuk janë gatshëm të marrin masa. Andaj edhe ajo që u tha parafolësit, pajtohem plotësisht që duhet marrur edhe masa më të rrepta ligjore, por me qenë se janë të mitura, do thotë edhe prindrit të thirrën në përgjithësi për veprimet që fëmijët e tyre kanë marrë, sikur në rastin në fjalë kur viktima me të vërtet ka përjetuar një shok emocional, ka përjetuar një traume cila me të vërtet ka me përcjell tërë jetën dhe që do t'i ketë pasojat shumë të rënda. Patjetër edhe duhet patjetër që të informoj që më njëherë pas publikimit të videos, shërbimet e komisariatit të policisë në Fler ka nisur punën për identifikimin e shtetaseve që shfaqen në video dhe për verifikimin e rrethonave të rastit. Pra janë identifiku edhe janë shoqëru në komisariat. Pra ishin 3 17 vjeqare dhe 1 16 vjeqare, sa i përket moshës. Ishte viktima është mosha e pubertetit, është një fazë tepër e rëndë që mendoj që në këtë fazë secili prind duhet ketë kujdes shumë të shtuar ndaj fëmijëve të tyre. Edhe mendoj që pika kryesore është që duhet kemi komunikim sa më të madh me fëmijët tanë në shtëpi mas pari, që mos me hesh dhunën dhe mos me hesh bullizimin dhe padrejtësitë që atyre ju bëhen. Nuk është ky rasti i parë, unë mendoj që rasti të tilla jo vetëm një, po ka shumë dhe ka çdo ditë. Por është dallimi që ato nuk shfaqen dhe nuk filmohen. Edhe nuk mundem me thënë që nuk ka pas edhe më herët, edhe në kohën kur unë kam qenë në shkollë ka qenë ai gangsteri i klasës së shkollës, cilit ti nuk e guxu mi bozo. Kanë ekzistuar çdo herë këto gjëra. Edhe asnjëherë nuk ka qenë dikush që i ka dënu këto raste ose ka marrë ndonjë veprim të cilën ti je ndi i sigurt, pastaj me tregu ose me shfaq problemin që ti e ke ose të përcjell. Po. Të lidhemi me zot Regjinën. Përshëndetje. Përshëndetje Alisa. Kënaqësi me të pas sot në këtë lidhje direkte. Si je sot? Mirë? Mirë, ju si po kalon Alisa? Mirë, faleminderit edhe ne. E kemi nisë diskutimin
Derisa u lidhem edhe me ty në një lidhje direkte, dua të pyes, a mund të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe prindrit për veprimet e fëmijëve të tyre në raste të rënda, të tilla? Po, kodi penal për pitu ka parapar edhe dënime, penalti dhe pasojë edhe për prindrit, përkatësisht ku bëhet fjalë për të miturit delikuent. E në këtë çështje, duke ditur se kjo vepër ka ndodhur në shtetin e Shqipërisë, pra është një furtur tjetër, një emancipim tjetër, dhe duhet të shikosh një rast i izoluar në raport me rastet të përgjithësuara. Normalisht që përgjithësia i bjen edhe të prindërve, sepse shifet që vajzat nuk janë 14 vjeç, sepse vetëm fëmijët në moshë 14 vjeç nuk marrin dënime. Pra shifet nga fizionomia, pamja, ato vajza... Jo, faktikisht vetë se e treguam moshën, nuk e di sa në ndëgjove, apo jo, janë të moshës 17 vjeçare dhe 16 vjeçare, po. Po, atëre ligji për të mitur ka parapar dënime për kategorinë e personave të mitur prej 16 e tutje dhe në moshën 18 vjeçare, pra në masat edukative, por nuk përjashtohet edhe masat korrektuese që të miturit të shqiptohet dënimi me burg. Por në këtë rast, si po shikohet kjo, dhe në ato informacionet të cilët i kemi lexuar e kemi parë, vajzat shifet që kanë çrregullim mendor dhe atë entet sociale kanë reaguar dhe kanë bërë një ekspertizë ku këto njëra prej tyre apo disa po trajtohen në entet e psikiatrisë në spitalet e shtetit të Shqipërisë të Vije. Por për të kthyer pyetjes sa aborti përgjegjësi prindit, normalisht aborti përgjegjësi prindrit, por në momentin kur kryhet vepra penale, praktikisht aktivizohen disa mekanizma. Këtë rast aktivizohet mekanizmi i organit të kujdestarisë dhe prokurori përkatësisht me organin kujdestarisë dhe shërbimin e sprovës bëjnë anketa. Pra shkojnë te familja e këtyre vajzave, i marrin pyetje të prindrit dhe shikojnë ambientin, natyrën në çfarë kushte po jetojnë dhe shikohet aftësia psikofizike e tyre. Dhe në këto raste, pasi të vjen të puna e dënimit, që këtë rast duhet unë uroj që kjo të shkon në dënim të burgut, por ligji për të mitur ka parapar se të miturit nuk duhet të shqiptohet një dënim e burgut, sepse duhet paraprakisht janë masat e diversitetit dhe masat edukative. Por pavarësisht gjithave, nëse jepet masë edukative, duhet të jetë një përgjithësi edhe... Po çka përfshin masa edukative? Po masat edukative përfshin trajtimin e të miturve në kuptim që ai fëmijë këtë rast vajzat të risocializohen, të rikooperohen në shoqëri dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre personale dhe të shkojnë te psikiatri. Këtë rast masat edukative janë disa nga kodi, sepse si ne që kemi kodin penal për të mitur, ashtu dhe Shqipëria ngjashëm me ka, pasi që jemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, pra janë disa nga masat, është masa shtuar e mbikëqyrës nga ana e prindit, pra me këtë mas prindit i bëhet një obligim dhe i përcakton detyra nga anketë nga shërbimi social dhe organi kujdestarisë që me fëmijën të punojnë më shumë, të dilet më shumë në aktivitete të kulturës dhe me atë rast është organi i sprovus ku e përcjell se sa po hec përpara, sa progres ka trajtimi me mbikëqyrën shtuar nga ana e prindrit. Por rast se prindi nuk mund ta shikon dhe nuk ka aftësi që ta menaxhojë fëmijën në riedukimin e saj, atë është një mos tjetër, është masa shtuar nga ana e organit kujdestarisë, pra organi kujdestarisë e merr, e trajton dhe e restauron fëmijën. Gjithmonë në konsultim paraprak edhe me gjyqtarin se sa po hec, sa po ka progres raporti, por ndryshe nga këto është një mos tjetër pak më e rëndë nga këto, është masa edukative ku fëmia duhet të shkojë në një ent edukativo, pra është një qerë dhe ta thejnë ashtu, dhe kjo bën të miturin, pra basit nga pesha, natyra, të ndohet nga mjedisi, sepse këto dy cilat i ceka, para praki këto kërkojnë që të jenë nga në fokus me prindin e tyre biologjik, do të jenë edhe në ambientin familjar dhe shoqëror ku kanë jetuar. Dësa kjo masa e fundit, kjo nuk kërkon që fëmija të jetë në mjedisi, dhe duhet të ndohet nga i mjedis, dhe të shkojnë në një qendër edukativ si që është qerdja, po është edhe një mas tjetër me rënd, masa e burgut. Pra masa e burgut është në entin korrektues ku fëmia izolohet, por dhe është 600 persona delikuent që i kanë dënime të burgut. Po, zot Regjeni, vesh diçka sepse nuk dashta me të ndërhyj gjatë këtij pjesës që foli përderisa i edhe në lidhje direkte, por që ndoshta mos të shkojmë deri tek rregullimet mendore, sepse ende nuk ka dalë ndonjë ekspertizë e tillë
nga psikolog, por që faktikisht le t'i shohim pak më shumë rrethonat. Majlinda përmendi është mosha e pubertetit. Ne edhe vetë kemi qenë ndoshta të ri edhe në moshë puberteti edhe kemi faktikisht kemi qenë adoleshent. Jo, kemi raste të tilla. Në çdo shkollë ka qenë një rast i tillë, por nuk mund të themi që ka rregullime mendore. Jo, rregullime mendore jo. Se me pas rregullime mendore mendon me bëna budallaki tjetër, jo me rreni person tjetër. A këtu veç rregulime mendore nuk ka pas, ato shumë mirë mosha adoleshencës dhe ato shumë nuk pajtona me avokatin ish, nuk ka të bëjë me rregullime mendore. Por derisa ajo din shumë mirë me lëshu telefonin, din me hi shumë mirë TikTok, din me i bëu këto, nuk ka të bëjë me një rregullim. Kjo muna me thonë që ka të bëjë me një çrregullim psikologjik diçka tjetër, substancia atyre, mos edukata e tyre, gjitha këto. Ndoshta rritja në ata e kanë shiju atë rrahje atë moment. Se kanë qesh me njëra tjetrën. Po ajo për mua flet edhe për një gjendje të rënduar emocionale të sikur të kryerësve të veprës, e mos flasim për viktimen. Nuk do thotë që janë të çmendura krejtësisht, por kanë probleme psikologjike të theksuara, kanë krizë të personalitetit apo edhe sëmundje tjera, çrregullime të ndryshme që profesionistët mendoj duhet t'ua caktojnë çfarë diagnoze dhe çfarë problem. Mirë po, definitivisht... Të lutëm falë, zotri Osmani që po dërpej, por Gente po dëgjojmë tërkohës, të lutëm Gente, sepse jemi në lidhje direkte dhe të lutëm sepse po dëgjohet shumë zhurmë, nëse kur nuk je duke folë ose diçka mund është veç me ndollë kështu mikrofonin, që mos të dëgjojmë, të lutëm. Më falë, zotri Osmani, por u dash me ndërprej sepse po kryohet zhurma. Mendoj që paka shumë e rumbullaksova mendimin. Këto vajza shihet që kanë probleme të theksuara të karakterit psikologjik mendor. Unë mendoj që ato duhet të trajtohen nga profesionistët. Definitivist këtu nga studia unë nuk e marr guximin e as luksin, nuk ja javë vetës që t'u caktojmë ne këto atyre se çfarë... Unë mendoj që profesionistët, qofshin ata psikiatrët apo edhe psikologët, është punë e tyre që t'u caktojnë, do thotë, problemin mendor që ato kanë, por që dojnë trajtim, pa dyshim që dojnë trajtim, në atë pikë pajtona me avokatin i cili i tregoj ato masa, unë mendoj që veprimet e tilla dojnë vëmendjen edhe të publikut që të mos përsëriten në të ardhmen. Patjetër. Po, disha nëse edhe kësaj here, do me thënë, edhe këto veprime nuk dënohen dhe nuk merren masa të tash, pra nuk po flasim për masa sipërfaqësore apo vetëm zhurmë mediatike, atëherë mendoj dhe jam 100% e bindur që rasti tjetër ka me qenë 3 fish më i rëndë se sa kjo që është. Prandaj, sepse edhe zotri Osmani e përmendi rastin ndoshta para disa viteve që ka ndodhur në shtëpinë të moshuarve, ndoshta për atë ke pas fjalën apo jo? E kam pasur fjalën, me qenë se do lidhet me moshën e vajzave, kam pasur fjalën për një rast në qytetin e Mitrovicës, kur një vajzë do thotë pa mëshirë e keq trajtonte bashkëmoshatarën e saj. Për atë rast e kisha fjalën. Sepse mendova që për rastin e fjalës sepse e pam dënimi është për 2 vite. Po mirë, po mosha ndron këto. Po mosha ndron edhe është edhe më keq. Edhe më keq, po, sigurisht. Është edhe më keq sepse është një rritur e cila ka ushtruar dhunë ndaj një të moshuare. Edhe ajo është soi këtyre vajzave, të cilat nuk kanë marrë trajtimin edhe dënimin e duhur me kohë, pastaj kanë marrë përgjegjësi për një punë që nuk janë të aftë ta kryen dhe ta përfundojnë, dhe si pasojë asaj ka ardhur tek ajo videoja, edhe një dënim që ka qenë hajgari për 2 vite, do të thonë shumë i kotë. Sipas jush, ky vendim për 2 vite? Po, tash na e dim sistemin që po shkon. Edhe fakti që e kemi leju me ndodhë këto gjana, fakti që shteti funksionon këtë mënyrë, drejtësia funksionon këtë mënyrë, atër kjo veç ka me rrit nivelin, ka me rrit dozën e problemeve të tilla. Unë për atë arsye thash më herët, duke i diskutu këto muhabete, duke diskutu që nuk e kap mosha, duke diskutu që nuk i takon burgu,
Atëherë na jemi sot këtu, jemi të diskutu për këtë muhabet për arsye që fëmijët janë prezent në rrjetet sociale, fëmijët janë prezent në televizione. Edhe në momentin që ne tregojmë që ata fëmijë pa marrë parasysh çka do që të bëjnë, janë të liruar nga pjesa e dënive për arsye se se kanë moshën. Sot, një 15 vjeçar, një 16 vjeçar është mjaftueshëm i aftë për me mendu çka është keq edhe çka është mirë. Për arsye që po i servohet çdo gjë në rrjetet sociale, edhe e mira edhe e keqja. Por problemi është kur dalin njerëz profesional si avokati, edhe thot e kanë një dënim edukativ, e kanë një dënim kështu, ja jep komplet atë lirin. Komoditetin që ai thot, unë e marr burgun edukativ, shkoj atje knashna një muj ditë për shkak. Nuk shkoj në shkollë plus A jetë e kuptu, edhe tash jemi në këtë pikën që edhe rasti i asoj zojës e ndjerë, po m'vjen keq për rastin që është dënu kjo vajza për rahje në pej që i ka ndodhur për atë zojë. Fati keq që soj që ajo ndërjet më duket pak kohë mas rastit. Pak kohë mas rastit edhe shkoj ndoshta me atë dhimbje që ka përjetu aty me atë tortur, edhe ky dënim, sidomos kur të bëhet diçka në shtëpitë pleqve, ky dënim është dënim hajgar. Zotri Gjine, ke ndonjë përgjigje saj përket kësaj? Po, lidhe me rastin që ka ndodhur në Mitrovic, ku zonja në shtëpinë e pleqve, domethënë kishte trajtohet nga motrat. Ka ndodhur në Pej ka ndodhur kjo. Më fal, në Pej. Po. Unë konsideroj se është një dënim i vogël dhe bie ndesh edhe me kodin, sepse kodi ka parapar rastet se dhunën familje dhe i ka listuar kategoritë e personave ku janë të pambrojtur. Pra këtë rast janë viktima të ndjeshme. Pra viktimat e ndjeshme në automatizëm kalohet në paragrafin e 2 dhe vepra penale duhet të dënohet maksimum deri në 5 vjet burg. Pra dënimi prej 2 vjetë e gjysmë për mënyrën se si motra domethënë në Pej e kishte trajtuar një plak e cila shifë që ka çembullim plus mendore, e bëjnë më shpeshtuse këtë punë dhe gjyqtari me anë ku ka matur rrethonat rrënduse, duke ditur impaktin publik se si kemi reaguar ne populli, atëherë dënimi për 2 vjet e gjysmë është çesharat, pasi që dihet edhe këto motra të pëndeshme kanë qenë në mas të paraburgimit, duke ditur tani llogaritë dhe paraburgimit para zotë në burg. Pra, konsideroj se këtu nuk ka vepruar drejtësia, është vepruar sigurisht me anë të ndikimeve me njofsi apo ndoshta edhe me anë të korrupsionit, por mbetet të shifë sepse sigurisht janë instancët, është gjykata e apelit dhe pse çështja tani mund të kthehet në një rigjykim ose apel ta shpresoj dënimin. Por për dënimin, për mënyrën se si ka shqiptuar gjyqtari, duke ditur se ne si popull ku jemi ndërgjegjësuar, kemi dënuar aktin, aq sa kanë reaguar edhe mediat perëndimore si gjermane për të treguar se çfarë bëhet domethënë në shtëpitë e pleqve ku motrat e rrojnë dhe duke ndoshta tani të ndrej një paralel me vajzat e të mitura, që ka ndodhur kjo në Shqipëri, pasi që njëna incizon, disi ato vajza mund të amërson se janë në moshë të pubertetit, nuk janë në të vetëdijshëm kanë duke bërë. Por këto motrat, duke ditur që janë të madhore dhe kanë një detyrë dhe janë në marrëdhënie pune dhe njëra nga këto incizon, e bën më shqetësuese dhe dënimi ushtarës të jetë më kapital. Prandaj ky dënim është çesharat dhe nuk i përgjigjet pasoja dhe për mënyrën se si jemi lënduar si popull. A llogaritet ndoshta ky dënim edhe sa i përket paraburgimit që kanë mbajtur? Pra, s'ka dënim hiç. Kanë edhe një vit as si ka mbet. Jo, hiç si ka mbet kur gjë. Se ky rasti ka gati 3 vite. Po. Ka, diku 3 vite i ka patjetër. E që po, është këgja edhimshme dhe saj përket kësaj pjesë dhe kësi dënime. Po, sot apo edukojmë fëmijët me frikë apo me vlera? Si e mendoni ju? Nuk mëna me përfshi krejt komplet fëmijët dhe krejt familjet. Bjen qifti i këtyre që kanë ro tash edhe na jep atë frikën, sidomos nëse jemi prind, na jep atë frikën se apo bëjmë mjaftueshëm për fëmijët tonë. Me një anë t'jep edhe të stimulon për me bu shumë ma shumë për fëmijët tonë. Stimulon qërëve të shumë e thjeshtë është sot me na e kuptojmë se cilin prind që i ka përgjegjësitë e punës edhe krejt. Po fëmija është primar. Rruga e fëmijës është primare, shuqër Zoti sot kemi arrit edhe i kemi shumë kurse, aktivitetet ndryshme,
që mundesh me angazhu fëmin edhe mos me elon fëmin me deviju. Sidomos në këto moshat 15-16 vjet, që është një prej moshave më të ndihshme për me dalë në rrugë, që thojnë ata, në rrugë të keqe, atëre na si prindër që të obligim e kemi. E kemi obligim me rrit, me eduku, me mësu çka është keq, çka është mirë edhe me i qëndru afër, pa marrë parasysh sa punën e ki ti si prindi ti. Pa marrë parasysh sa obligime, sa angazhime ditore i ki. Ideja është që fëmija kërkon me i nejt afër. Prej fillimi duhet me ja tregu rrugën, më falë. Roland, se po du mund të lidhë caraj. Po du mund të lidhë të kjo pjesa që duhet merë me fëmijë ose që ka kurse, ka kësi. Po kurse, kësi ka krejt ka. Po tash ka arë një kohë që prind, po duhet me punu të dëtë. Për me arrit, do me thonë, me mbulu ato shpenzimet dhe kërkesat të fëmijëve tyre. Për derisa ata punojnë dëtë, nuk mund me arrit, nuk kanë shansa me arrit, me u marrë me fëmijë njëkohësisht, edhe me pagu institucione për mu eduku ose mi aktivizu ata me kurse ose me gjona tina të tilla. Në këtë rast du më të lidhë të ato që ofron shteti për fëmit. Du më tha nuk ofron asgjë heq. Përveç disa bibliotekave të cilat janë tepër shumë. Edhe klube sportive, ka klubet muzikës, edhe që janë edhe pa pagesë. është jo, pa pagesë, shumë paki që ka pagesë. Mërki klube sportive sa dush. Po, klube sportive, po hajde, krejt mija nuk dojnë më marrë me sport. Oke, dhe kis po dojnë me sport. Po dojnë muzik, diçka. Po dojnë muzik, për shambull, po dojnë një aktivitet tjetër. Po e marrë shambull një shumë. Nëse punoni 2 prind, 20 euro nuk është kur gjë me i dhonë mujt, për me shku fëmija ose 30 euro. Me shku fëmija me ushtru pjanë. Jo, Roland, nëse nuk mund është me ditë, sepse ndoshta edhe janë. Sepse ka shumica sot e qifte jetojnë me qëro. Shumica e qifte i mbajnë edhe prindrit e tyre. Jo, përse fëmija nëse është veç një fëmi, besoj që ja del, po nëse ki një fëmija ma shumë, atër besoj që gjithë shka është tepër e komplikume dhe tepër e vështirë. Okej, që s'po janë nga gjën aktivitete. Po vjen mas punës, sa po mirën prind me fëmi. Po pikërisht, kjo është koha produktive me fëmin tonë. Nuk ka rëndësi, hajde u kishë lidhë në aspektin financiar. Nuk po e lidhë në aspektin financiar, dikush që ka kushte, dikush që ka s'kemi qa me bu. Po tash po flasim në realitet. Për çka e ke bu atë fëmi? Me ta rrit rruga, me rrit vetë. Që ka, shumë e thjeshtë. Po, për Roland, nëse flasim kështu në përgjithësi, fëmijë të tillë, edhe ndoshta edhe dhunën, e gjenë kudo, edhe... Po, këta fëmijë si rasti këtyne, këta dhunën e kanë marrë prej familjes të vetë, edhe u kryaj muhabet, nuk ma hek kush premendjes. Aty s'munde me ditë, Roland, sepse nuk munde me gjyku ose me para gjyku. Se kur vjen deri në këtë pikë, 17 vjeqare, kur vjen deri në këtë pikë, nuk është vetëm si rezultat i shoqërisë, nuk është si rezultat me shoqet vetë, ajo që e ka bu këto, po është rezultat i mos kontrollimit dhe mos edukimit nga familja vetë, nga prindë vetë. Fajin kryesor, na mundemi me largu vetë, na mundemi me largu fajin sa dojmë, po fajin kryesor e mbartin prindë. Nesër fëmija jem, bën diçka problem, unë e fajin e ti duhet me marë. Për arsye që unë s'ja kum kushtua që ka i ka nevoj, që ka shumë thjeshtë. Unë mendoj se në shumë raste, pa doshur natyrisht të paragjykoj, mirë po rastet të ngjashme që janë shfaqur në për vendet të tjera të botës kanë treguar edhe që vajzat e tilla ose persona delikuent të kësaj natyre mund të kenë qenë edhe vetë viktima të dhunës, qofshin familjare apo viktima ndaj ekspozimit të vazhdueshëm ndaj dhunës. Kështu konkretisht çka mund të nënkuptoj kjo. Këto ose mund të kenë qenë në do thot pjesëtare të familjeve ku është përdorur dhuna. Jo, gjithmonë domosdoshmërisht vetëm ndaj tyre, por ndaj nënave të tyre, ndaj fëmijëve të tjerë, por edhe nuk përjashtohet. Njëjtë sigurisht që këto probleme shfaqen do thot edhe tek fëmijët që vazhdimisht i ekspozohen dhe konsumojnë përmbajtje të dhunshme online, ku ta dijon filma, qofshin edhe mos harrojmë që sot të rinjt vinë shumë shpejt, jo vetëm tek filmat që prodhohen nga regjisor, por edhe tek dhunë e vërtet, e cila inspiron pastaj edhe më shumë që të veprojnë në mënyra të ngjashme. Në përgjithësi mendoj që
ne si shoqëri duhet të kemi masa parandaluese më të theksuara dhe të mirëme me preventiv. Fatkeqësisht po flasim tash me qenë se rasti është i freskët që ka ndodhur në Shqipëri, por ne kemi pasur edhe në Kosovë shumë të ngjajshme. Mendoj që ne si shoqëri nuk bëjmë mjaftueshëm në parandalimin e tyre dhe ne jemi të prirur në çdo sektor publik të marrim masa vetëm kur ndizet një zjarr shumë i madh dhe kinse dojmë të veprojmë diçka, kinse ne jemi këtu për ta shuar zjarrin. Jo, zotni, nuk jeti për ta shuar këtë zjarrin, se puna jote ka qenë mos me e lënë zjarrin fare me undesë dhe ti ke dështuar plotësisht. Kisha përmendur ndoshta e lidha me zjarrin për të ndërlidhur me një rast shumë konkret, nuk përja përmendi emrin për t'ja ruajtur atë pak dinjitet njerëzor që mund t'i ketë mbetur një personi, dhe ishte ndezur një zjarr shumë i madh në fshatin e saj. Ajo ishte deputete e këtij vendit dhe ajo kishte dalur për t'i parë zjarrfiksit dhe për të asistuar në shuarjen e zjarrit. Dhe gjitha këto i publikante në rrjetet sociale, duke treguar se ishte rrezikuar dhe ishte lodhur shumë duke e shuar zjarrin. O zoj, çfarë zjarri ke shuar ti? Ti nuk je profesionale, ti nuk e bë asgjë, ti je duke përfituar pojena politik në fatkeqësinë e njerëzve të cilëve ju ishte djegur shtëpia, pronat, ndoshta edhe ka pasur edhe të lënduar, por do thot e shihni se deri ku shkon çmenduria dhe papërgjegjësia e njerëzve që nuk kanë vepruar. Ti si deputete është dashur të veprosh dhe të faktikisht të marrësh masa që qeveria t'i pajis më mirë zjarrfiksit, të cilët kishin shkuar edhe me kamiona të zbrazur, shkak se ata ishin jashtë funksionit. E tash tregoni si do ta shuanin atë zjarr ata. Njëjtë funksionon edhe tek shkollat, njëjtë funksionon edhe në rastet kur kemi të bëjmë me njerëz të cilët kanë çrregullime të tilla mendore. A të thotë shteti i mbyll syt ose nuk dojnë t'ja prishin ata persona përgjes, nuk dojnë t'ja prishin ata rahatin vetët dhe të mirën me shqyrtimin e këtyre rasteve. Andaj i lojnë kështot në neglizhencë, e din krejt qyteti që i kemi disa gangster ose gangstere, por që askush nuk mirët me trajtimin e tyre. Askush nuk i merr ata në t'i fus në një trajtim psikologjik, rehabilitim, apo biseda këshilluese, apo të futen në aktivitete ekstra kurikulare, në mënyrë që atë kohën e tepërt, atë energjinë negative t'u ashuajnë dhe t'i kthejnë pak a shumë në qytetarë të ndershëm dhe qytetarë të zakonshëm. Patjetër. Unë kam një pyetje për zot Regjinën se më radhe vate. Zot Regjine, jenë në lidhje direkte, po? Mirë, zot Regjine, tregom pak sa i përket kësaj, është e njëjtë dënimi sikur të filmosh dhunën edhe sikur të ushtrosh dhunën ndaj tjetrit? Rastet penale, do më thonë, kur personi njëri inqizon dhe të tjerë të kryen aktin në terminologjinë juridike dhe në kod dhe në praktikën gjyqësore i bën që ai të ndihmon, pra është bashkëtyrje. Pra këtu shifet se edhe pavarësisht rolit të saj, për mënyrën se si njëra nga vajzat e inqizon dhe e qet e publikon në mënyrë publike dhe nuk merr basë dhe si në mënyrë pa djenja, do të thonë, nuk e tregon dëshmërinë. Kjo tregon se edhe vepra penale edhe për personat e cilët i ndihmojnë kryerjes së veprës penale janë të dënueshme. Pra edhe kjo kategori e këtyre personave marrin dënime. Po është dënimi i njëjtë apo ndryshon? Kjo ligji ka nëse për shembull nëse marrin dënim kushtimisht afër 5 vite burg, vajzat të cilët kanë shkaktuar dhunën, kjo do të merr 3 vjet burg. Pra është një disiplinë, do të thonë, më lehtëse, por duke ditur se vajzat janë në pubertet. Dhe kjo puberteti shkon me mosh 14-15 vjeç, si të kalon 15 vjeç në pubertet s'u ni thuma.
Jo, 14 vjet me liçen ka para pa bukur, 14 vjet që e fëmijë. Moshën 16 vjeçare kur kryet vepra penale ti jenë të dënime të kodit të drejtësisë për të mitur. Pra këtë rast shqiptor, edhe masat edukative, po njëra nga masat edukative dhe quare në entin korrektus. Pra, këto vajzat që siç kuptuan e kanë moshën 17 vjeçare. Për të sigurisht dënimi duhet të jetë kapital, por tash duhet ditë se kultura emancipimi aty është dhe sistemi juridik dallon nga sistemi jon, domethënë në Shqipëri. Dhe pasi që vajzat janë në pubertet, gjithmonë avokatët tyre shkojnë në masa edukative dhe të mos shkohen dënime me burg. Pasi duhet ditur se mënyra se si është kryer kjo vepër penale nga vajzat, ku njëra incidentat dhe të tjera e dhunojnë një bashkëpunëtare, kjo është kryer në ambient të privatësisë, domethënë në ambient të banesës. Pra nuk është kryer në shkollë apo në publik. Pra kjo disi e aletëson këtë punë, por duhet shtrohet pyetja, lindë pyetjet se çka kanë një për këto vajzë në atë banesë dhe cilat janë relacione me atë vajzë viktimë që ka marrë lëndime. Dhe kam parë që vajzat pas kanë edhe tatu. Pra kjo e tregon se vajzat janë inspiruar dhe kanë ndikuar negativisht në sjelljet e tyre, pasi që duhet ditur se Edi Rama, kryeministri i vendit, me të drejtë ka marrë një iniciativë ligjore dhe ka arritur deri në atë mas saqë ka mbyllur TikTokun. Pra është një prej dukurive negative ku të rritë po inspiron dhe po janë akter të krymeve vepra penale është TikToku. Pra mos qeri, strumbullari këtyre problemeve është TikToku, sepse aty ki gagot, aty ki inspiron të si. Mundi një ka burë, Roland, tash. Po. Sa është, sepse normalisht se teknologjia ka arrit deri aty ku nuk mundesh me mbyll TikToku. Nuk mundesh me parandalu. Jo, nuk thash nuk mbyll TikToku, po janë politikat se kush duhet ta përdorë. Ki në Amerikë. Domethënë nuk lejohet të imitur edhe duhet të klasifikohet këshire shka është një tjetë që po të regoj që është mundës shumë thjesht me u hap një TikTok. Veç e regjistran një mosh tjetër edhe ti e hap akontin brenda 3 minuta. Po këtu pikërisht do Po mirë, po Kosovë rregullos, po në Amerikë po kush me hap? Po më në Amerikë hap? Ja, s'besoj, se aty janë politika që kjo aplikacion TikTok që e ka mune e ka dhe Amerikani atje. I njëjtë është. Si për Kosovë, si për Amerikë, si për Gjermani. Aplikacionin nuk mund është me ndru. Që këto pikërisht do të mund rritë ajo pjesa tek prindrit. Unë prapë po e thëmë, nuk ka be lidhe TikToku se është diçka që krejt bota e përdor. është keq përdor të na, është shumë e vërtet. Problemi kryesor është prindri. Po, Roland, por rrjetet sociale janë ato cilat kanë ndikuar. Unë mendoj edhe për mbajtjet që publikohen dhe ajo dhuna është përfaqur online, mendoj se ndikon tek të rinë që të motivohen. Mos të harrojmë, me qenë se po flasim për përvojat e aplikimit të TikTokut, për shembull në Kinë nuk lejohet që influencerat që nuk kanë të bajnë dhe nuk kanë asnjë lidhje me fushën të dalin dhe të flasin me aq vetbesim e aq kompetencë, por me një ignorancë tepër të theksuar për temat që as pak vetë nuk i dinë. Dhe tash të rinë shkojnë edhe mësojnë prej një gjysëm mësuese, prej një ignoranti dhe ata definitivisht kemi të bëjmë me një çrregullim në edukimin e tyre. Atje për shembull në Kinë ishte definuar që vetëm profesionisti ka drejt, vetëm mjeku ka drejt të flas për shëndetin dhe për farmacisti ka drejt të flas për barnat, e jo sikur në Kosovë që patëm rastin të përdoren ilaqet e shtazve për shërimin e njerëzve, për shkak se një individ i caktuar ka lexuar dikon ku ta dim ne që mund të përdorë dhe ka efekt kundër autizmit. Të kuptohemi. Nuk mirëme me preventiv. Ne e lejojmë këtë të dalë të flasë me kompetencë të plot për gjëra që as pak si kuptan. Kjo është problem. Asnjëherë ma let nuk ka qenë me pas kontroll të fëmis edhe me rrjetet sociale me gjithçka tjetër. Ekzistojnë mbi 20 aplikacione në telefonin mobil, që mund është telefonin tonë me e lidh me telefonin e fëmis, mund është me pa gjatë tënë kohës çka është të bëjë fëmia yt me atë telefon, edhe mund është me ja bloku telefonin prej telefonin tonë në distancë. Jënë 100.000 lloje që mund është me i përdor për me e kontrollu fëmijën tonë. Mëse miri është fillimisht prindi mos me u përkushtuar ndaj atyre rrjeteve, se sa është prindi i përkushtuar ndaj atyre rrjeteve sociale, një ka me vazhdu dhe fëmia. Po faktikisht është shumë e thjeshtë, mos me i leju fare telefon,
se sa me pas një aplikacion, sepse normalisht edhe këto aplikacione janë me pagesë, Roland. Janë në $100, se këtë ka pare të e lirë. Jo, se ka dhe pa pagesë, ka ordore që e blen një herë e blen, kushtën €40. Jo, po internetin e krejt, ato kemi a pagu çdo muj. Për çka? Për kartelën që e marrë. Jo, e veç pak, qëre, janë ordore për fëmi, smartwatch. Po, dhe smartwatch. Që ja qëtë fëmis në dorë, edhe zebrat kur ti kalon, edhe apo vrapon, ose apo hes me pa, ta është veç nëse zdojnë. Nuk mundesh me ti me bli vetëm njerë, ajo është, se shpë thët Majlinda, që dush me pagu çdo muj. Numrin si kur ti që pagu në firë. Ne po flasim në kuadrë, në rrethonat që jeme, në kushtet që i keme. Ato që jeton çdo qytetar i Kosovës që janë për fundri mesatarës, ndoshta momentalisht. Oke, bre që tash ma po thojnë bre, për luksin me pagu ato, me bukto, me përcil. Qyre, ndëgjom, oke, s'pe bojna luksin me pagu ato këto. Hajde që, oke, më marrë me aktivitete me kurse shtrejt. Po me kontrolu fëmin tonë €40 një ordore, €5 një ofertë mujore me abo internetin. Nuk është shumë për me pas fëmin tonë në kontrol. Nështë ta është shumë për dikon. Për mes telefonit me pas fëmin në kontrol. Këto po e themi. Po, folem na ma herët jemi të angazhu në punë. Po pse duhet? Ka angazhime në punë, ka kështu. Okej, që një mundësi tjetër që ta letëson të edhe angazhimin në punë. Në pas të studimeve dhe hulumtime që janë bërë, është konstatuar që aplikimi i teknologjisë informacionit për qëllime edukative, dhe thëtë nuk e ka arritur atë qëllim që është menduar se do ta ketë. Andaj edhe në disa shtete është shkuar nga ajo që ta reduktojmë këtë aplikim. Po sikur që është për shembull rasti me shtete skandinave. Konkretisht Suedia ka qenë një prej shteteve lidere në botë që i ka furnizuar fëmijët me tablet, me teknologji të domosdoshme, por që ajo teknologji është përdorur për qëllime edukative. Flasim, në Kosovë shumë pak aplikohet teknologjia e informacionit për këto qëllime. Dhe tash paramendoni kur këto shtete me një zhvillim të tillë, qoftë ekonomik, por edhe të vetdijes shoqërore, kanë marrë tash vendime që ta redukojnë këtë aplikim. T'i kthejmë librave, për shkak se është vërejtur që fëmijët fillimisht po kanë probleme fizike, edhe me aspektin shëndetësor, edhe koka po shkon duke ju rrit fëmijëve, por nuk po rritet në proporcion me trupin. Sepse tërë ditën rrin duke luajtur në telefon, ose kemi raste shumë drastike dhe theksuara të fëmijëve të moshës parafillore, pra që shkojnë në klasën e parë, por ata nuk dinë të flasin shqip. A jeni të njoftuar me këto raste? Po, është problem. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Për shkak se prindi për ta qetësu fëmijën e vet dhe për ta larguar nga përgjegjësia e tij, do thotë ja jap një telefon dhe ai gjithë ditën rrin duke qëndruar në të. Fëmijëve tonë ju kanë zvogluar shkallësitë e tyre motorike. Do thotë ata sot shumë më pak janë të aftë të luajnë ndonjë sport. Nuk po them të gjithë njëjtë, unë po flas në aspektin e përgjithshëm, ulumtimet tregojnë që kanë rënë shkallësitë motorike të fëmijëve për shkak të qëndrimit të vazhdueshëm ulur. Kjo kur kombinohet edhe me ushqimin ekstrem të dëmshëm që zakonisht të rinj dhe fëmijët e konsumojnë, qofshin këto ushqime të shpejta, hamburger, e gjona të tilla, apo edhe me aplikimin do thot këtyre chipsave. Po për shembull, keq ushqyerja ndoshta nuk ka të bëj fare me atë që Jo, ka të bëj me shkallësitë motorike. Jo, po mendojmë sa i përket temës që e kemi. Faktikisht me dhunën, e kuptoj që nuk kemi fare kontroll ndaj fëmijëve, sidomos në Kosovë, në Shqipëri nuk e dim sepse nuk po jetojmë atje, por që në Kosovë sigurisht që po. Po çka dashta me pyet, ndoshta edhe zot Regjini mundet më na dhoni përgjigje sa i përket sepse dhe jemi shumë në minutat e fundit. Zot Regjini?
Po, unë pyetja... Ka funksionon ligje edhe për ata që ekspozojnë ndoshta fëmijët shumë në rrjetet sociale, sepse sot shohim ekspozime prej ma të ndryshme, ndoshta edhe të moshës 6-7 vjeçare që shohim në TikTok-a, në rrjetet sociale që janë ndoshta pamje jo të hishme, me të vërtet, tham ndoshta nga perspektiva ime, nuk e di se si e shohin të tjerët. Por funksionon ligje edhe për prindrit të cilët ekspozojnë fëmijën e tyre në rrjetet sociale. Po, është kjo shumë e vërtetë sepse gjithmonë kodi penal i drejtësisë për të mitur dhe ne si avokat, për të lindur vepra penale duhet studiuar në relacion me shkakun pse ka ardhur vepra penale. Pra nëse vepra penale të themi kushtimisht është kryer nëpërmjet telefonit, pra kemi sot të miturit para se ta kryejnë aktin ta themit që ka ndodhur në Kosovë në praktikë të therrjes, të vrasjeve këtu që ka ndodhur në prizanish më lart, para një muaji. Pra janë bisedat parapërkisht që zhvillohen nëpërmjet platformave, në këtë rast TikTok-ut, shkëmbehen fjalë, bëhen ato rrimat në formë të Po, zot Regjine, vetëm pyetjen e kam. Ekspozimi i fëmijëve në rrjetet sociale i kap ligje prindrit apo nuk i kap? Sepse veç këtë përgjigje po du, është vepër penale kjo. Po padyshim i ka, por duke ditur se janë dënimet plotësuese dhe prindi nëse ja jep fëmijët telefonin dhe telefoni nga ana e fëmijët përdoret gjithmonë konsultim me për çështje edukative, pra për kurresin që të mësojë, që të edukohet, që të zhvillohet, atëherë nuk ka diçka të keqe. Por në anën tjetër nëse prindi edukon djalin që ai të shikon filma ekstrema apo të inspirohet nga gangot, atëherë nëse të kryet vepra penale, ato janë dënime të plotësuese po dhe prindi dhe mënyra se si është eksponuar. Jo, zot Regjine, sepse po si duket nuk e kupton pyetjen, por që mirë sepse jemi edhe drejt fundit, si duket po të falenderoj shumë spari ty për këtë lidhje direkte në këtë diskutim. Kënaqësi gjithmonë me të pas. Faleminderit. Kalë sa më mirë tong. Unë mendoj që ka ndonjë ligj që Jo, për ato interesova, nuk besoj që kish pas pamjet e tilla të fëmijëve të vegjël nëpër TikTok. Po, por ka shumë ligje teknike që ndoshta janë si ligje dhe njën si vepra penale, por që prapë nuk funksionon edhe nuk zbatohen. Për atë ndoshta me pas një informacion nga avokati, por që nuk e morën. Se po i shfrytëzojnë fëmijët domethënë për reklama dhe për klikimet e tyre, mendoj që do të hyjnë fuqin një ligj të tillë dhe të zbatohet, jo vetëm të jetë sa për letër edhe për lap. Patjetër. Roland, faleminderit shumë që ishe në këtë diskutim. Gjithashtu faleminderit edhe juve. Malinda, faleminderit gjithashtu. Faleminderit edhe juve. Zotri Osmani, faleminderit gjithashtu, kënaqësi gjithmonë. E që po, para se të mbyllim këtë diskutim, çfarë po ndërtojmë për fëmijët tonë. Një shoqëri ku mbizotron respekti apo një shoqëri ku dhuna filmohet, shpërndahet dhe harrohet deri në rastin tjetër. Përgjigjja nuk varet vetëm nga institucionet. Fillon nga secili prej nesh. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Unë për fund sepse e di që kemi qenë në një temë shumë serioze, por publikisht po uroj Rolandin, që është bosë së fund me për së dyti herë prind babo, e që të i urojmë shumë shëndet. Shumë faleminderit. Edhe shumë lumturim familja. Inshallah. Po që mëso ma shumë, kjo është ndoshta edhe mesazhi, po që mëso ma shumë urritshëm veç me dashni edhe me shëndet në familje, kjo është më e rëndësishmja ndoshta. Shihemi përsëri nesër, ton kaloni sa më mirë.